Historia e faljes. Një histori e vjetër, por e vërtetë. Një djalosh urrit jetim, duke njohur vetëm varfërinë. Baba i tij kishte humbur jetën për shkak të lakmisë së një njeriu të pasur. Vitet kaluan. Fati e solli që plaku, tashmë i vetmuar dhe i braktisur nga të gjithë, të gjendej në nevojë. Dhe kush mendoni se i ofroi ndihmë? Pikërisht ai djalosh, jetimi i dikurshëm. Plaku, i habitur, e pyeti: "Pse më ndihmon? Unë të kam shkaktuar kaq shumë dhimbje." Djali u përgjigj me qetësi: "Sepse më mësuan të jem më i mirë, jo hakmarrës. Dhe Zoti i do ata që falin, sepse falja shëron plagët e shpirtit." Forca e vërtet nuk qëndron tek hakmarrja kur ke mundësi. Ajo qëndron tek falja, edhe kur ke çdo arsye të mos e bësh. Falja nuk është dobësi, por virtyt. Është qelësi që hap dyert e paqes dhe e shëron zemrën. Mos lejoni që urrejtjat ju helmoj shpirtin. Zgjidhni faljen, zgjidhni dashurinë.